mire kemi tashmë. Pra, faleminderit prezidenti Osmani për këtë lidhje nga Washington DC, pra ju ishit në takimin e parë, ku edhe unë nënshkrua iniciativa për themelimin e bordit të pasës nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Donald Trump, kurse sot po qëndroni në Washington DC në takimin e parë inaugurues të kësaj nisme. Cilat ishin rezultatet e ditës sotme? Ka qenë një takim i rëndësishëm, sepse në radhë të pare ka rikonfirmuar përkushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kjo organizatë ndërkombëtare të jetë një ndër organizatat më me peshë në historinë moderne dhe të angazhohet jo vetëm për vendosjen e paqes dhe mirëmbajtjen e paqes në Gaza, por edhe në vendet e tjera anë kënd botës dhe siç e kam thënë edhe më herët, është një nder i jashtëzakonshëm dhe vlerësim për Republikën e Kosovës, që Kosova është ftuar edhe në takimin e themelimit që u mbajt në Davos edhe tani në takimin e parë. Natyrisht që Kosova në tavolinë sjell përvojën e vet si një shtet që ka kaluar në periudha të ndërtimit të paqes, të shtetëndërtimit dhe besoj që si askush tjetër aty në atë organizat mund të japim një kontribut të jashtëzakonshëm në këto procese të rëndësishme. Por mbi të gjitha sot ka qenë edhe një ditë ku e kemi ndjer peshën e garancisë amerikane në raport me Republikën e Kosovës dhe dua edhe sërish sot para gjithë qytetarëve ta falenderoj presidentin Trump, i cili e tha edhe publikisht këtë garancë që nëse ndonjëherë keni probleme me Serbinë, më thirrni mua dhe unë do të merrem me këtë dhe kjo është një garancë e fuqishme nga presidenti amerikan personalisht dhe natyrisht gjatë bisedave që sot i kisha me gjithë ekipin e tij, nga sekretari Rubio deri të deleguarit special, ne morëm vërtet garanca të tilla që Kosova do të vazhdojë ta ketë një përkrahje të fuqishme dhe vëmendje të fuqishme amerikane. Kishim mundësi të diskutojmë çështje të ndryshme edhe me vetë presidentin Trump, pra ka qenë në përgjithësi ditë e rëndësishme që ka rikonfirmuar Republikën e Kosovës ndër shtetet që japin kontribut për paqe dhe siç e dini, antarësimi në çdo organizatë ndërkombëtare Kosovës ja fuqizon subjektivitetin, por kjo është edhe më me peshë sepse ka edhe shumë shtete jo njohëse me cilat sot kisha mundësi sërish të takohemi, të diskutojmë dhe të afrohemi shumë tek vendimarrje e rëndësishme për shtetin tonë. Po ashtu të jemi antar themelues, antar i barabartë me shtetet e tjera për Kosovën, do me thënë shumë, duke e ditur si jemi bllokuar nga Rusia në UN, si jemi bllokuar në Këshillin e Evropës, në OSBE, në shumë organizata e mekanizma të tjerë ndërkombëtar ku Kosova nuk ka pas zë. Pra, në përgjithësi një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, por edhe një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për paqen. Dhe Kosova ka edhe obligime me pjesëmarrjen në bordin e paqes dhe ju sot keni shprehur edhe zotimin e Kosovës që të dërgoj trupa paqëruese në Gaza. Si do të ndodhë kjo? Duhet të kalojë edhe nëpërmjet kuvendit të Kosovës, vetë bordi i paqes ka pasur diskutime se duhet miratuar nga kuvendi i Kosovës. Si e shihni ju si proces? Po, fillimisht ta sqaroj qysh në 10 orë është mbajtur takimi i parë ku Republika e Kosovës ka marrë pjesë me pëlqimin ton të institucioneve, pra komandanti FSK-s ka marrë pjesë në emër të Kosovës në takimin e parë për ISF apo Forcën Stabilizuese Ndërkombëtare. Aty është kërkuar nga shtetet që të tregojnë gatishmëri se në çfarë mënyre mund të kontribuojnë për këtë forcë dhe komandanti FSK-s, FSK-ja në përgjithësi ka treguar gatishmëri për disa sektor dhe na ka dërguar rekomandim me shkrim, ka ardhur rekomandimi me shkrim nga ana e FSK-s si presidente dhe komandante supreme ushtrisë që ta miratoj këtë rekomandim për përfshirjen e FSK-s, është vlerësuar nga vetë FSK-ja që kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për rritjen e profesionalizmit të FSK-s, për përfshirjen në një mision jashtëzakonisht të rëndësishëm krahas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me aleat të tjerë. Dhe me vetë faktin që flamuri i Republikës së Kosovës do të valoj aty së bashku me shtetet tjera kontribuese është diçka që na fuqizon edhe ne. Sa i përket procedurave, unë sot thjesht kam nënshkruar zotim politik, ajo që kemi nënshkruar ne me liderët e tjerë është quajtur political pledge. Pra e kemi dhënë zotimin që kemi qëllim, pra është konfirmuar qëllimi ynë për të kontribuar. Mirë po procedura tjetër është një marrëveshje që quhet participating agreement, pra marrëveshja e participimit apo pjesëmarrjes do të negociohet mes institucioneve tona dhe ISF-it. Aty do të sqarohen të gjitha detajet,
si do të kontribuojnë në fazën e parë, si do të kontribuojmë në fazën e dytë. Kjo natyrisht do të përfshijë edhe nivelet më të larta ushtarake amerikane, edhe forcën tonë të sigurisë gjatë negociatave, dhe edhe ne, qeveria e Kosovës, do të involvohemi në nivel politik. Sa po të përfundoj kjo marrëveshje pra e participimit, natyrisht për çdo dërgim të forcave jashtë vendit, ju e dini që është në nivel ushtarak, kërkohet edhe ratifikimi në kuvend, dhe kjo ka ndodhur për çdo dërgim tjetër. Përveç kur është mision humanitar. Nëse kemi thjesht mision humanitar, si për shembull mision të kërkim shpëtimit apo të ngjashëm, procedura është ndryshe. Propozimi shkon nga FSK në qeveri merret vendim dhe dërgohet për miratimin final në presidencë. Pra, cilat do që është, qoftë nëse është vetëm mision humanitar, qoftë edhe dërgim të forcave, siç e kemi qëllimin ne të ndihmojmë me oficer shtabi që është identifikuar nga FSK-ja si mundësi e jona, pastaj me ekipet e deminimit që po ashtu është identifikuar si një ndër mundësitë kryesore, por edhe disa tjera për faza të mëvonshme. Këto kërkojnë natyrisht edhe vendim të parlamentit dhe të gjitha do të respektohen, dhe në vetë dokumentin që e kemi nënshkruar ne sot si zotim politik, aty thuhet që secili shtet do të ndjek procedurat e veta të brendshme kushtetuese. Presidente Osmani, ne i kemi parë dhe pami që na kanë ardhur nga takimet sot në Washington DC, dhe pam edhe një diskutim që patët edhe ju dhe Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, pastaj me zotin Donald Trump. Vetë presidenti Trump e përmendi pra çështjen e Kosovës dhe Serbisë dhe atë ndihmën që ja kthyet edhe ju me një mimik se do t'ju telefonoj, dhe zoti Rama që ngriti edhe çështjen e gjykatës speciale dhe fatin e zotit Thaçi dhe të tjerëve atje. U diskutuan pra konkretisht çështja e Serbisë dhe çështja e aktakuzës dhe asaj çfarë po ndodh në Hag. Ju ishit edhe në protestë dhe po e diskutonim pak më herët në ditën e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt. Diskutua drejt për drejt me zotin Trump këto dy çështje, Serbinë dhe Hagën. Kemi diskutuar, unë ju kisha lutur për mirëkuptimin tuaj, nuk besoj që është në interesin e Kosovës nëse japim më shumë detaje rreth kësaj, mirë po dua të siguroj që i kemi diskutuar të dyja temat dhe kemi marrë garanca shumë të fuqishme, për cilën dua edhe një herë ta falenderoj presidentin Trump. Natyrisht që kur vjen momenti, edhe unë edhe kryeministri Rama do të flasim më në detaje lidhur me këtë çështje, por e kemi informuar në detaje për këto dy tema presidentin Trump. Edhe sërish dua ta them, sot ka qenë një ditë jashtëzakonisht e mirë për Republikën e Kosovës dhe popullin e saj. Dhe në përgjithësi për shqiptarët në rajon, jemi të bekuar që edhe Kosova dhe Shqipëria jemi së bashku në bordin e paqes, si dy vendet e vendme të Ballkanit Perëndimor, që nënkupton që të dy shtetet tona po ngriten në nivel më të lartë të përfaqësimit ndërkombëtar, dhe kjo e tëra po bëhet me besim amerikan, që është besimi më i rëndësishëm që na duhet ne në marrëdhënie ndërkombëtare për momentin. Por në përgjithësi është edhe një mundësi e mirë që edhe me shumë shtete tjera aleate të bisedojmë, të diskutojmë, të ecim përpara, dhe të gjitha këto po ngjajnë në kuadër të bordit të paqes. Përveç kësaj kemi edhe takime në Departamentin e Shtetit, ku do të vazhdojmë diskutimet rreth këtyre temave. Pra, është një vizitë e rëndësishme në këtë moment për Republikën e Kosovës, dhe çdo diskutim që e kemi natyrisht e kërkojmë për krahjen amerikane, për popullin e Kosovës, dhe kjo nuk ka munguar, por duhet sigurohemi që shkon duke u rritur. E dim se koha juaj është kufizuar, dhe një çështje shkurt, nëse keni një përgjigje, pra në bordin e paqes kemi parë se ka edhe shumë shtete të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. A mund të ndikoj vetë pjesëmarrja e Kosovës, siç e thatë edhe ju, edhe Shqipërisë, aty që të ngritet niveli i diskutimeve me to që të mundësohet sa më shpejt ndodhë dhe njohja e Republikës së Kosovës nga disa nga këto shtete? Në fakt, kjo tashmë po ndodh. Pjesëmarrja në bordin e paqes, si herën e parë kur isha në Davos, si sot, na ka hap rrugë të rëndësishme me shtete të ndryshme anëtare, përfshime shtete jo njohëse, dhe kjo vërtet e ka ngritur Republikën e Kosovës në një nivel të ri sa i përket përfaqësimit në arenën ndërkombëtare, një fuqizim më të madh të subjektivitetit ndërkombëtar, dhe kjo vrehet nga gjitha diskutimet që i kemi me presidentët, kryeministrat e këtyre shteteve, sepse ata e përmendin edhe vetë që ky është një momentum i ri, sepse kjo nënkupton që nuk ka më asnjë dilemë as rreth shtetësisë së Kosovës, as rreth subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, as rreth faktit që Kosova ka këtë subjektivitet
të betonuar nëpërmjet përfaqësimit në një organizatë të rëndësishme ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Bordi i Paqes. Natyrisht, ne duhet ta vazhdojmë punën, të punojmë akoma se këto gjëra nuk kryhen me disa biseda, por jemi në rrugë shumë të mirë dhe antarësimi në këtë organizatë, i cili natyrisht tani edhe do të ratifikohet, mirë po kjo nuk e parandalon përfaqësimin që po e bëjmë përfaqësimin politik. Pra ky përfaqësim politik në këtë bord vërtet qysh me këto dy takimet e para i ka hapur Kosovës rrugë të rëndësishme dhe siç e kam thënë edhe para disa ditësh, me vetë pjesëmarrjen e FSK-s në misionin e ISAF-it, FSK-s dhe Kosovës po i hapet edhe rruga drejt NATO-s. Ky është një fuqizim i jashtëzakonshëm, për ç'gjë duhet të gjithë të jemi falënderues Shteteve të Bashkuara që na ka dhënë një mundësi të tillë. Presidente Osmani, faleminderit shumë për këtë intervistë ekskluzive nga Washingtoni për Klan Kosovën për Rubikonin. Ju presim mëgjërësisht këtu në studio për edhe çështje tjera. Shpresojmë së shpejti. Faleminderit, punë barë. Ishte kjo paraqitje ekskluzive e presidentes Vjosa Osmani, pasi që sot mori pjesë edhe në takimin inaugurues të Bordit të Paqes të prirë nga presidenti amerikan Donald Trump nga Washington DC. Do t'ikim një blok reklamash, do kthehemi në pjesën e dytë të Rubikonit pas pak, mos u largoni.